Personat që hanë vezë në mëngjes urgjent duhet ta dëgjojnë në këtë lajm. Do ngeleni pa fjalë. Një iniciativë e përbashkët në Universitetin e Harvardit dhe Tonich Medical College sollën krijimin e një projekti studimi i cili shqyrtoi marrëdhënien midis konsumit të vezës dhe rritjes së supozuar të riskut të sëmundjeve kardiovaskulare. Në fund të fazës së ulëntimit është konstatuar se ngrënia e një veze në ditë nuk e rrit riskun e sëmundjeve koronare të zemrës ose edhe goditjeve në tru. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përveç kësaj, ky zakon i shëndetshëm ndihmon në reduktimin e mundshëm të hemorragjive në tru deri në 25%. Tani që prova të pakundërshtueshme kanë hedhur poshtë mitin e përmbajtjes së kolesterolit të dëmshëm të vezët, vëmendje duhet të zhvendoset tek mënyra se si e ofroni atë në dietën tuaj. Ekspertët këshillojnë kryesisht të vezën e zier për shkak të elementeve më të mirë ushqyes dhe mospasjes së shtuar të yndyrnave të gatimit. Konsumi i vezëve të ziera në menun tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtet ushqyese për organizmin. Sipas ekspertëve, këto janë përfitimet kryesore që do të merrni pas konsumit të vezëve të ziera në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Rritje të sistemit tuaj imunitar. Sistemi imunitar fiton më shumë nga konsumi i vezëve të ziera. Vitamina A, vitamina D dhe folatet janë kontribuesit kryesor që sigurojnë sistemin imunitar të forcohet dhe t'i bëjë ballë më mirë çdo problemi të mundshëm që i kanoset organizmit tuaj në tërësi. Do të përmirësohet cilësia juaj e lëkurës. Vitamina A punon me biotinë dhe selen për të ofruar një paketë të plotë të mbrojtjes së shëndetit të lëkurës. Vitamina A ndihmon për të riparuar dhe për të përmirësuar gjendjen aktuale të lëkurës. Biotin kryesisht siguron një lëkurë më të mirë për të ruajtur lëndët ushqyese të saj. Seleniumi vepron edhe për të mbrojtur sistemin tuaj imunitar. Niveli i lartë i vitaminave B dhe përmbajtja e biotinës, të gjetura kryesisht tek vezët, ndihmojnë për të siguruar një mirëqenie më të mirë të organizmit. Nga ana tjetër, vitamina A, vitamina B2 gjithashtu posedojnë aftësinë për të përmirësuar shëndetin tuaj. Vitamina B12 tek veza ndihmon në forcimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe jep një anë pozitive mbrojtëse për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vezët janë të mira gjithashtu për shëndetin tuaj të kockave. Vitamina D dhe fosfori që gjenden kryesisht tek vezët sigurojnë avantazhe të veçanta në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Përveç kësaj, vezët ofrojnë fosfor dhe mbrojnë qelizat tuaja duke forcuar kështu shëndetin e nyjeve. Vezët do të përmirësojnë edhe shëndetin e mëlçisë. Një nga përbërësit e fundit në radhë që mund të hyjë në listën e vitaminave është edhe kolina. Në krahasim me burime të tjera të ushqimeve, vezët sigurojnë edhe një përqindje më të lartë të kolinës. Kjo karakteristikë unike ndihmon në funksionet më të mira të shëndetshme të sistemit dhe organeve tuaja në tërësi, duke mbrojtur kështu shëndetin e mëlçisë dhe duke evituar komplikacionet që i kanosen asaj. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të mira të konsumit të saj është përgatitja në formën e zier. Por cilat janë vlerat e vezës së zier dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur e konsumoni në këtë formë? Në këtë video do ju njohim përfitimet shëndetësore të vezëve të ziera dhe si ndikojnë ato në organizmin tuaj në tërësi. Vezët ofrojnë 210 mg kolesterol, ku zierja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrat që përdoren në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët e ziera janë të mira për shëndetin e njeriut dhe një i rritur mund të hajë 1 deri në 2 vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin në organizëm. Sipas të dhënave, ngrënia e vezëve të ziera në mëngjes, si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor, mund t'ju ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepërt. Vezët e ziera do të nxisin krijimin e yndyrnave të mira. Vezët e ziera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa do të ulin në riskun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër.
Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak e përrjedhoj edhe nivelet e sheqerit në gjak. Vezët e zjera do të ofrojnë proteina cilësore për ju. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivelet të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmojnë ashtu organet e trupit dhe mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti juaj i syve gjithashtu do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i vezëve të zjera. Një nga vitaminat më të rëndësishme që gjendet te veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, membranat dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria, e cila mund të ndikojë në shumë aspekte të shëndetit tuaj. Vezët e zjera janë një produkt fantastik edhe për shëndetin tuaj të kockave. Vlerat e vezës së zjerë janë edhe vitamina D, vitamina të rëndësishme këto për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu, duke i dhënë atyre një strukturë më të mirë mbrojtëse dhe duke parandaluar kështu edhe komplikacionet që ju kanosen. Vezët e zjera janë të mira për organizmin dhe një i rritur duhet i ketë pjesë të pandara të dietave të tij. Vezët e zjera këshillohet të kombinohen në format e tyre natyrale çdo ditë në dietën tuaj, dhe ndikimi që do të keni në organizëm do të jenë të vlefshme edhe për të rigjeneruar shëndetin dhe për të parandaluar gjithashtu komplikacione që i kanosen atij. Të thjeshta, ekonomike dhe të mbushura, plot me vlera të larta ushqyese. Një nga ushqimet më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj për një regjim të kujdesshëm dhe të shëndetshëm janë edhe konsumi i vezëve të zjera. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i vezëve të zjera dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur i shtoni ato në mënyrë të rregullt në dietën tuaj ditore? Sipas ekspertëve të ushqyerjes, ngrënia e 1 ose 2 vezë të zjera çdo ditë mund të sjellë një sër efektesh pozitive në trup, ashtu edhe në organizmin tuaj, duke mbajtur larg komplikacionet që i kanosen edhe shëndetit tuaj të trurit. Përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i vezëve të zjera do të ndikojnë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të trurit. Vezët janë një burim kryesor i kolinës, një lëndë ushqyese që luan një rol kyç në kujdes në shëndetin e trurit, në përqendrim dhe në shëndetin e kujtesës. Marrja e mjaftueshme e kolinës në dietën tuaj mund të ndihmojë gjithashtu edhe në ngadalësimin e rënies së aftësive njohëse me kalimin e moshës. Vezët e zjera janë një produkt fantastik ushqyes që mund të ndihmojnë në ndërtimin e masës tuaj muskulare. Proteinat cilësore që gjenden kryesisht tek vezët do të kontribuojnë në ndërtimin e forcës së masës muskulare, veçanërisht tek ata persona që ushtrojnë në sporte ose janë gjithashtu edhe në fazat e rikuperimit, sidomos pas dëmtimeve të caktuara. Vezët e zjera mund të luajnë një rol paraprak ndihmues kundër këtyre komplikacioneve dhe të mbajnë larg edhe problemet të shëndetit tuaj. Vezët e zjera do të ndihmojnë në mbrojtjen e shëndetit të syve. Vezët e zjera përmbajnë lutein dhe zeakanthin, dy prej antioksidantëve më të rëndësishëm që mbrojnë syt nga efektet e plakjes dhe nga drita e dëmshme blu, duke ndihmuar në parandalimin e problemeve të degenerimit muskular. Gjithashtu, vezët ndihmojnë në balancimin e nivojës së kolesterolit, duke ndihmuar të qëndroni të shëndetshëm dhe të parandaloni problemet që ju kanosen në shëndetin tuaj. Megjithatë, dikur vezët shiheshin si problematike për shkak të kolesterolit të lartë që përmbanin. Studime të reja kanë treguar se konsumi moderuar i vezëve në dietën tuaj mund të sjellë shumë përfitime në shëndet dhe të parandalojë edhe komplikacionet që i kanosen. Kryesisht, vezët e zjera janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në ndihmën që mund t'i ofroni trupit tuaj në betejën kundër problemeve të kolesterolit dhe të mbipeshës. Ndaj sigurisht vezët e zjera janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund të shtohen pa frikë në dietat tuaja ditore. Ndikimet që do të keni në organizëm pas konsumit të tyre do të jenë të menjëhershme dhe shumë të fuqishme. Ndaj mos nguroni t'i konsumoni në formën e tyre sa më natyrale. Vëmendje, ju bëj me dijer se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj, ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.